Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka denoncuar një rast të dyshuar manipulimi zgjedhor në fshatin Pekish të Elbasanit, duke pretenduar se në barin e një përfaqësuesi të Partisë Socialiste janë gjetur flet votimi, karta identiteti dhe narko euro. Berisha kërkon qeveri teknike dhe zgjedhje të reja, duke akuzuar Ramën për farsë zgjedhore dhe lidhje me krimin. Në bar kafen të Peqin është vëzhgues i Partisë Socialiste Bashkia Peqin, këzazoja numër 45, qendrat e votimit numër 2292, 2293. E shikoj të volinën plot me euro. To janë lista, janë 117 flet lista votimesh. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi konfirmoi se platformat e institucionit kanë qenë në sulme kibernetike nga jashtë vendit gjatë kësaj periudhe zgjedhore, sulme të sofistikuara që nuk kanë ndikuar në funksionimin e sistemit zgjedhor. Celibashi shtoi se diaspora votoi me pjesëmarrje 82%, ndërsa 97% e atyre që morën dokumentet i dërguan votat në kohë. Celibashi mohoi akuzat e Partisë Demokratike për manipulim të votave të diasporës, duke deklaruar se nuk ka flet votimi të shtuara apo të trafikuara. Megjithatë, pritet dokumentacion nga DHL-ja për mënyrën e shpërndarjes së fletëve. Kreu i KQZ-s theksoi se procesi është zhvilluar në mbikëqyrje dhe përputhje me ligjin. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatet zgjedhore në 4 qarqe pavarësisht thirrjes së Berishës për mosnjohjen e tyre. Në Shkodër PD fitoi 5 mandate. Partia Socialiste 4 dhe PSD 2, në Berat PS 5 dhe PD 2, në Korç PS 6 dhe PD 4, ndërsa në Dibër PS 3 dhe PD 2, ndërkohë që opozita paralajmëron betejë ligjore në kolegj. Kuvendi i Shqipërisë do të rinis punimet më 29 maj pas një pauze 2 mujore me seancat që do të zgjasin deri më 8 korrik. Sipas kushtetues nuk shqyrtohen projekt ligje të reja 60 ditë para përfundimit të mandatit, i cili mbyllet më 8 shtator në mbledhjen e legjislaturës së re. Sot në Bruksel mbahet konferenca e 5 ndërqeveritare për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kjo konferencë do të shërbejë për të hapur negociatat me Shqipërinë mbi grup kapitullin 3, konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse. Më 19 korrik 2022 u mbajt konferenca e parë ndërqeveritare Shqipëri-BE që shënoi zyrtarisht hapjen e negociatave me Shqipërinë. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. GKK-ja dënoi me 4 vite burg avokatin Radovan Çela në dosjen Toyota Yaris. I shpallur fajtor se ka ofruar përfitime të paligjshme për të ndikuar në vendimarrjen e funksionarëve të drejtësisë, Spaku kërkoi 6 vite burg, por GKK-ja e dënoi me 4 vite, nga gjykimi i shkurtuar do të vuajë 2 vite e 8 muaj. Dosja lidhet me sekuestrimin e 3.4 milion eurove të fshehura në 2 automjete tip Toyota Yaris në portin e Durrësit. 2 persona u shpallën në kërkim për vrasjen e Ermir Dedias. Ngjarja ndodhur në Durrës 2 ditë më parë. Burime nga grupi jetimor konfirmojnë se 2 të kërkuarit, një maroken dhe një shqiptar, dyshohet se kanë ndihmuar në krijimin e infrastrukturës së atentatit. Përfshirë sigurimin e automjetit të përdorur nga autorët që mendohet se ishin 2 të tjerë. Top Albania Radio. Artan Lame ndroi jetë në moshën 58 vjeçare në Gjermani pas një ndërhyrje të vështirë në zemër. Lame ka qenë zyrtar i lartë i shtetit shqiptar si zëvendës ministër apo drejtori i Agjencisë së Kadastrës dhe Legalizimeve. Pasioni i tij i rrallë ishte historia dhe renditet, një ndër koleksionistët më të mirë të vendit. Lame ishte publicist, opinionist, studiues i historisë shqiptare dhe një veprimtar për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të vendit. I lindur në Tiranë në vitin 1967. Artan Lame la gjurmë si pjesë e shoqërisë civile dhe si funksionar publik. Në vitet 2000-2002 ishte numri 2 i Bashkisë Tiranë. Kryeministri Edi Rama reagoi pas lajmit për vdekjen e Artan Lames, duke e quajtur humbjen të pabesueshme dhe shprehu ngushëllime për familjen e tij. Lame kujtohet si një zyrtar profesionist, koleksionist i pasionuar dhe zë i rëndësishëm në mbrojtje të trashëgimisë kulturore shqiptare. Lajmi nga rajoni. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Kaja Kallas kërkoi nga Serbia që të dëshmojë me vepra për kushtimin për anëtarësimin në Bashkimin Evropian përmes reformave dhe normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën. Ajo zhvilloi takime në Beograd dhe mbërriti në Prishtinë, ku do të takohet me lider politik dhe organizata të shoqërisë civile. Lajme nga bota.
Në Rumani, kandidatit ultranacionalist George Simion ju refuzua kërkesa për anulimin e zgjedhjeve presidenciale. Simion pretendoi se ndërhyrjet e huaja dhe manipulimi koordinuar ndikuan në rezultatin e balotazhit të 18 majit, duke bërë që të humbte përballë rivalit Nikos Orban. Gjykata kushtetuese e Rumanisë e refuzoi unanimisht kërkesën për anulim. Një tërmet i fortë 6.1 Richter sot goditi zonën pranë Neapolisit në prefekturën e Lasithit, duke shkaktuar shqetësim të madh në mesin e banorëve të Kretës e përtej saj. Lëkundjet u ndjen edhe në rajonin e Atikës, përfshirë Athinën. Pas goditjet nuk kanë munguar pasi vazhdon aktiviteti sismik në zonë, me tërmete me magnituda që variojnë nga 2.5 deri në 3.5 Richter. Parashikimi i motit. Moti në vend do të vijojë me kushte të paqëndrueshme atmosferike, me reshje të shkurtra dhe shtrëngata në ulësirën perëndimore, ndërsa pritet të ketë reshje të lehta në zonat malore. Temperaturat luhaten nga 10 deri në 25 gradë Celsius gjatë ditëve në vijim. Ndoqën një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Eriselda Doko. Unë jam Edi Hallaçi. Kjo është Top Albania Radio.